Cilat janë kushtet në Shqipëri, kushtet ligjore për të vendosur një impiant fotovoltaik? Dhe çfarë ndryshimi ka midis vendit tonë dhe vendeve të rajonit? Atëre ka përcaktime ligjore dhe po themi udhëzime që rregullojnë gjithë mbarvajtjen e kësaj marrëdhënie. Për Shqipërinë në raport me rajonin, në dijenin time, ka disa elementë që janë mjaft pozitiv. I pari është ai që quhet netimi vjetor. E thënë më thjesht është një bilans i energjisë me hyrje daljet, me çfarë prodhon një impiant dhe atë që konsumon një biznes, që mbyllet në fund të çdo viti. Dhe normalisht kjo të favorizon, sepse edhe nëse e prodhon, po themi, energjinë gjatë muajve të parë, ti mund ta akumulosh në formën e kreditit, do të thotë që çdo lloj njësie që ti nuk po e konsumon gjatë asaj periudhe, matet nga matësi dhe llogaritet si kredi që ti e ke për ta shpenzuar në periudhën e vazhdim. Në fund vitit pastaj shikohet, nëse ke, po themi, një bilanc që shkon, ti paguan vetëm për atë diferencë që ke konsumuar mbi këtë kredit që ke krijuar, mbi këtë prodhim që ke pasur gjatë vitit. Dhe kjo përsëri çdo vit. Vendet e tjera të rajonit nuk e kanë këtë netimin bilancin vitor, por zakonisht e kanë mujor. Ka nga ata që kanë dhe javor ose ditor, po themi, dijenin time. E dyta është masia e impianteve të lejuar për vetë prodhim. Në Shqipëri është 500 kW pik fuqi e instaluar, ndërkohë që vendet e tjera e kanë nga 100 deri në 300, po themi.